Rreziki më i madh i njerëzimit ishin komplimentet. Komplimentet Shumë të në rasteve din me të bo dam. Komplimentet janë manipulacion. Varet prej karakterit tonë. se qëtë me një comfort zone komplimentet, une shumë ju runa komplimentet. Mu nuk më qesin comfort zone. Mu komplimentet e kam analizu shumë fell, se janë shumë të rrezikshëm. Unë si marë parasysh. Sidomos komplimentet apo kuptot këta se ta bojnë rrafsh. Ti je nishi, ti je kingu, ti je... Unë ndjej edhe ai pasandena bjen knockout. Ajo ndjej, po. Unë e kom intuitën shumë të zhvillume. Unë ndjej kështë ma bën rrafsh. Pse ki vlerën vetë vetën, o bablok. Te don vetën, ki punun vetë vetën. Po kallëzoj ti kësojna në herë me një pikë sukur ardit strategi se shka i bjen komplimentet, pse janë komplimentet rrezikshëm. Varet tipi, lloji i komplimentit. Tash komplimentet se ti e nishi, ti e maj forti, ti e kështu. Ti e fitusi, ti e kyllin ball, ti... Nuk janë në listën, do me thonë, teme logjike të preferume. Pse? Se, do me thonë, më varet se me qëfar... Zakonisht qëllimet, mendimet janë kontra nga ajo që ta thotë. Kur të thotë ti e nishi, mundet me po më varet kush ta thotë, është shumë e vërtet. Edhe diktohen njerëz të tillë, nëse ta thonë që thonë nga sa përsuje pa që më leraj, thonë unë e polikolor, sistem, po në përgjithësi, në shumë të në rasteve nuk janë ashtu se si mendojnë. Thuan ndryshe, mendojnë ndryshe. Komplimentet janë lloj manipulacioni. Ndaç me marrë njërin qafë të qip vetëm në qef. Në qef, po. Unë e kam një shok, a i ka po shumë pare shpejt. Edhe be më banë, tha, mas shumë ti ma kanë thuj qafën, qëta të ma borë. E nuk ka mirë. Edhe a ki po sa interesantë Sonita, kur këtë njerëzit ta bojnë Suanita, kur këtë njerëzit ta bojnë rrafsh, njoni mu ta thonë të vërtetën dhe ti sa të thamë. Kur njerëzit ta bojnë këtë rrafsh, njoni mu ta thonë të vërtetën, a ki po sa të thamë. Se mësufis mu me bojnë rrafsh. Unë emrin e kom burin. Për një meti, baba jo të shumë i aftë, i shkonë si ju kështë donë këto emna. Mu ma kalon hava. Emën ma të bukur, ma t'i s'kam një, Suanita. Shumë emën i bukur. është emën internacional. Se qika jeme madhe, ko emën Solea. Solea, është emën i bukur. Solea. Edhe kjo është emën internacional. Se s'gudzëm ja për me në emën mytë. Kralla janë. Ma ka shly këtë TikTokin e këtë shoqet mi ka shly. Se më për cilin. Ne kina emrat shumë të mirë. Unë e kom Suanit, pra e dy Doni. Masi që ti mrena, nëse ka mundësi me ma bo me pet një. Agnes. Si pas mundësis. Se si duket buk nuk kemi. A unë e ralje që s'kom hongër buk. Okej. E përso që... Elona. Ja, ty ta kështë. Aurora, apet kam një më Suanita, për në me jabë dorën që fa emën. është emën i rallë. Që këtë emën besoj se shumë thmita shkan një hanë gjitë fëmijëve të vetë, shumë nanat. Janë edhe dy emra që i kanë marrë prej meje. Një që i ka 17 vjetë, atë 18 diçka qështu. E qështë thujnë ty shkurt, qështë thirë në shkurt? Nita. Ba ma mirë Suanita. E pjesa e dytë, se pjesa e dytë është emën. Rallë. Nita, ka dhe Nita, që është emën i jonë. Su është ujë. Turqisht, po. Po, një, burim. Burim. Unë jem burim i Po ujët. burime dhe burime. Emnin e kështë pas burime me pas dash direkt me t'avnu këtë emën. Po qatë kuptime ka, si do qoftë është e njejta. Veç vjen në një formë tjetër. Hala që ma kalu në emrin, unë enjoy tjepër shumë si më punë e sajnë. Edhe si karakter, edhe si famje. Edhe bravo për këtë qëllim. Shqiptartë, ajo frit vetë nuk ka për njëve nga ka krejt frit. Se që ke pak shqiptartë... Nuk ka ju dhe normal. A e një të letë shumë, a? Shumë. Edhe na. Unë me vllazën ma shumë takona jashtë. Kus shkaj me nejtë? Se kim do shësë një përbashkë edhe takoj me mytë një të keshë të bajdo. Realisht shashtu se ti kur dënë me vllaznin, me u knaqe, do me thonë atë habitatin natural që i thojnë, pa inkuadru dikon tjetër, qashtu edhe ndodhë, edhe unë me vllaznit e mi, për shamu, kur jemi viç na tre, na jemi, do me thonë, tamam familja. Edhe keshi me tallë mi e bo, do me thonë, tamam, pa pjesën tjetër. A gratë ku përzina atë son knaqesh?
Jo, nuk, Se ka fletin. jo që Najtë në knatëshni, më ka ku jemi paraqish me shësni. problem larga saj, Dina, se punata ti kom shumë të mira, po jena shumë... Nuk është normal modeli Ndryshe. Dolce Gabbanës. e tash do është vitë zimenajt. Nuk kalon Ti mujë kemi pa gjanat ullet qartë. ballat Na krejt. Ka disa janë ato kërë. Kushtrem. Po këtu të që. Nesër mund është apet me i bo. Doju dhe sa shumë i bu. Se na vjen ai kush. Okej. 4 tash. Po ma e lidh që me hallën e madhe dhe Po ti hi. Hajde hala madhe, hajde këna pak ardet, hajde hine va, dhe më një hala e madhe. Do të cikin. Hije. Të që dha shumë di komplimente. E pse hala sa është, kush o ma ofër, hala tezja? Tezja. Vllojman bëj thirrje për dyja sfit kapitenit kanë sot. Nëse ka mundësin Ajsan mos me ndrua outfitin. Ose për ndryshe unë refuzoj me bo sfitën e kapitenit. Vetë po kom se. Undertaker. Kure kjo, s'kemi sfit kapitenja, ajo vjen mos Ej, drejt. kush? A mo fol drejt. Big Brother për stil të jap dorën, por para Big Brother, se ki post njajtin stil ku ki shku me knuna për... Qështu o vesh? Une ardit këta veta, kushtrimin. Prit kallzoj. A mo njajtin stil me rizikin se i kim shu me kësnuan, E jo, qëre, se une, ku shkaj me knu, për mramje s'po foli, për mramje bëj eksperimente pak. Amo kur shkaj me knu në përdorës ma kështu, normalisht që jam kostum, edhe jam shumë elegant, gjithmonë për kujdes në aparat par pjese. Okej. Do më thonë nuk bëj eksperimente Normal. e kështu mua bete. Normal. Në përdorës A kishi pos guximin tash ku del jashtë në përdorës më pos? nuk ka puna e guximit, po une edhe musafir me më thirë dikur ndorsëm, për Është kujdes puna- na mu vesh mas mire, teshat mas mira që i kam, Për me veç vlerësu- për me respektu ftesën edhe ato që më ka thirë. Është puna e kodit. Po. Janë do vene që kanë kod veshjes edhe nuk shohet ndryshe pas me kostum. Kuptohet. A kështu po, kam marak me eksperimentu. Për shembull kësi komente, pijamet e kushtrimit e kësi muhabete jë mësua, vete? Po. Po, Unë që di vla tonë këtë zantë mrekullueshëm. A nuk e kam për cilë që pas në pas, se pas në pas. Po nashta të kam një të kënu, po tash ndryshit këshyri ku dalë, por. Tash po folë me realitetin. Po nashta s'ki bo zhurmë si tjertë, a din zhurmë ba. Ligjam. nuk Tash po vjen koha e këti. Kemi gjana qarë, se gjdo këngëtare ka periudën e vetë. A më kuptan? Kushtrimi ka knu, për nuk ka qenë ndështë drejt për së drejt. jo, une, qëre, për një periudhë të caktume, gjo që e këna full, 2019-2023-2024, ju më konë shumë okej me qato që e kumë pos. Po. Se unë qato e kumë lyp. S'këm dit me lyp ma shumë se qaq. Edhe ju më konë shumë i knaqën e kumë shiju gjdo vit, gjdo mramje, gjdo dasëm, gjdo e mirë që më ka orë prej profesionit tem. Po tani, ja nisi me më pengu pak që po jam i knaqën me qikash. Edhe do isha me lyp ma shumë. Normal. Edhe në kohën më të mirë të mundshme, ka orë thesa prej bigot, edhe se di do mos, s'dija kisha dit me lyp në isan ma mirë se. Por mama e mirë. Ma, mund. që shta Suanita, si cilë e ka riskin e vetë. Ajo vjen. Vjen e duhet me dit me shfrydzu. Hina mrena se po frynë peshe që po më pengon pak. Edhe ti që shje i trash, me Jo, në herë jo, këta. nuk e kon për ato, thjesht i tut nga promaja dhe seneve, nuk i kon qef. Se këtu është qelj. A më kuptan, edhe dera o qelj, sa ka tënë. Ke këtu parës, Alba, a keti ftyrë me po? E bëra, A ishin? super trajtime ishin, gjitha më modernet, më të mirat, edhe me radiofrekuenca madje, me energji. Qështë kështë? A, rem kina drejt me shku, a qysh? A ki shku? Ha? Jo, Shko se një vend është i lirë. Vetëm Beliona është për momentin. E qka bojnë ato? Ti Marok jëtë një përshëndet, a shka jetë, ja. Ata tani bëjnë kështu. A ka për neve në isan? Po, edhe për meshkujt është ajo. Ha, Bëhet maskat e ftyra. po? Pastaj bëhet pastrimi pikave të zeza me mjete. Aha. Pastaj bëhet një lloj trajtimi të japi multivitamina, po nëpërmjet radiofrekuencës, jo me gjilpër. Okej. Ta bëjnë multivitaminët e ftyra dhe të vinë një 3 topa aty metalike,
me radiofrekuencë, me energji, edhe ta fusin multivitaminën ata në thellësitë e lëkurës. Eksozema. Pastaj ta bëjmë prap pastrimin e fytyrës, ti vendosin këta dhe je gati, 40 minuta proces. Kjo edhe për meshkujt është. Ani po të bojna për kushtrim? Po, patjetër. E keni A e bone të ja? gjë. Unë e bëra. I pastroj pikat e zeza Edhe pak. të vrejta që pak ma ndryshe diçka po dove. Sot nuk do lejoja si gjë ta prish energjinë time. Hajde i sholla. Zholi, A më në rand formës e leja vetën.